Dhe vite më vonë kur ti e mbaron Akademinë e Arteve, unë di që ti je ndër ata që kanë themeluar Portokallin apo jo? Ka qenë një grup, domethënë një grup që në atë kohë vija një shfaqje në Teatrin Kombëtar, ka qenë shfaqja ime e parë në Teatrin Kombëtar. Ndoshta edhe vetme faktikisht se pas asaj unë domethënë nuk është se kisha më dëshirë të vija shfaqje në Teatrin Kombëtar. Pra ajo ka qenë e vetmja, ti s'ke vënë më shfaqje tjetër. Në Teatrin Kombëtar. Në shfaqje pastaj kanë vënë, po i vija privatisht, isha vetëm. Sa vjeç ishe në atë kohë? 22 vjeç. Okej, pas ka qenë në moshën kur nuk kanë vdekur akoma ideal. Isha 22 vjeç, domethënë vum një pjesë ishte shumë rinore për kohën, Togeri Nishmorit. U hap një konkurs atëherë dhe ka qenë Kiço Londo drejtor. Dhe nga ato studentët e regjisë që konkurruan, domethënë e fitova unë për të drejtën si thosh. Dhe me grupin e atyre djemve, dhe me grupin që neve njiheshim në akademi, donim të krijonim një lloj spektakli. Në fillim ka qenë ideja të krijonim një spektakël që të bridhim nëpër Shqipëri, pak a shumë, domethënë spektakël humori që të bridhim nëpër Shqipëri. Nëpër teatrut e. Pastaj Angela, një shoqja jon, thotë punonte në atë kohë sa kishte filluar në Top, thotë, "Ore, pse mos t'ia çojmë një herë Top Channel-it?" E ndërtuam si platformë, në regji kemi qenë të tre, domethënë Romiri, unë, Angela, dhe e çuam si platformë. Pastaj, po ne kemi qenë dhe shumë të rinj faktikisht në atë kohë, pastaj ka pas titull tjetër. Platforma jon, po si format ishte pak a shumë, domethënë hiq që ne kishim ide edhe për të xhiruar skeçe, jo thjesht skeçe në skenë. Ideja Saturday Night Live, që Night Live po. Edhe pastaj domethënë Topi afroi erdhi Altini, domethënë dhe ndryshoi formati komplet sepse Altini regjisor tjetër, do të jepte formatin si mendonte ai. Dhe u afruan skenaristët, domethënë Jani dhe Manju kanë qenë që tek kjo që them unë përpara kësaj, u erdhi Goni, edhe filloi procesi i asaj që sot domethënë gjithë e njohin Portokallin. Domethënë ne kemi qenë pastaj trupa e aktorëve. Si thosh Altini atë kohë më kërkoi. Ishe i kënaqur kur ndodhi kjo? Pra nga një ide që fillimisht u propozua nga një grup i vogël, e zhvilluar në kushte modeste, merr për masa të tjera, po ti nuk je regjisor, domethënë. Jo domosdoshmërisht, domethënë pasioni ishte i atill që nuk është se mua më ka ndodhur edhe një herë tjetër, punoj asistent në një film që xhiroi. Fitova rolin kryesor, pastaj e donin ta ndronin, e ndruan, morën një aktor tjetër, koleg timin, punë e produksionit, domethënë nuk e gjykoj fare, domethënë jam shumë i ftohtë në këtë pjesë, edhe sot që flas. Dhe unë vazhdova të punoja në atë film asistent regjisor. Edhe pse më thanë që po deshe rri, po deshe, domethënë si të ndihesh. E ke parasysh se menduan që do ndihesha keq, dhe sigurisht që ti në atë moment ndihesh keq, se unë mbet një rol. Por nga ana tjetër, unë me mendjen time thash, "Ok, unë do rri do ta vazhdoj deri në fund filmin si asistent, se tek e fundi unë për regji studioj." Dhe bëra shumë mirë që ndonja, sepse ishte një produksion shqiptaro-italian në atë kohë, domethënë me njerëz shumë profesionistë. Ka qenë filmi Mont Budinës. Dhe ndonja dhe ishte eksperiencë e paparë për mua. Punova që nga asistenti castit deri te asistenti regjis, deri në fund të produksionit. Pra ishte një eksperiencë dhe kur e mendoj sot, them më shumë më ka shërbyer ajo eksperiencë se sa po të kisha bërë atë rolin, domethënë, sepse për një aktor është ai pasioni, po themi që do të kurse unë se kam pas aktrimin ndonjëherë prioritar. Më pëlqen aktrimi, më pëlqen të luaj, po nuk e shikoj veten që po nuk ka qenë skena edhe nuk e shikoj veten duke ngritur kupa si aktor, as si regjisor, në fakt po. Megjithëse ti po se I bëj gjërat për qefin tim unë. Jam I çik natyrë kështu ta thash, nuk më bëhet vonë shumë për këtë. Megjithëse ti ke qenë shumë I suksesshëm si aktor, padyshim. Të paktën në formate ndryshme. Unë doja të pyesja me që nisa me Portokallin. Tani pas 22 vjetësh, nga ajo se çfarë nisët atëherë, sa ka ndryshuar Portokallia? Është më ajo që, ajo nuk është pa ajo që nisët, se ka ndryshuar njerëzit, ndryshon koha, të gjitha, nuk diskutohet. Por ti si ndihesh, domethënë, kur shef Portokallin sot? Është një gjë kështu klishe që thonë unë nuk e shoh Portokallin, e ke parasysh. Unë shoh tek tuk në një numër kur ma çojnë çunat. Unë e kam në sensin e kësaj. Unë se kam parë Portokallin as kur kam punuar me në sensin e kësaj, jo, e kuptoj, e kisha në sensin e kësaj që si produkt nga me syrin e një regjisor, jo ta shikosh siç e shikoj unë thjesht si spectator. Ka një gjë. Domethënë se e para ta them këtë realisht në kohën që un kam punuar në Portokalli, un nuk e shikoja Portokallin. E dija që sepse
Ti e brenda, domethënë ç'a ndodh në spektakël, edhe kam pas një regjistrues që regjistroja vetëm numrat e mi dhe kaq. Kur vete puna pastaj tek si të duket sot krahasim me dje dhe gjëra të tilla, un jam akoma një regjisor në funksion. Edhe pse kam një certifikim në art dhe shkenca dhe kam bërë edhe për kritik kinemaje dokumentari. Një vit. Por kur vete puna, unë jam, pse them regjisor në funksion, unë jam regjisor aktiv, jam një artist aktiv. Në momentin që unë do heq dorë nga regjia dhe aktrimi, atëherë do ta ndjej veten të lirë të shpreh opinionet e mia profesionale, sepse është shumë e gabuar për shembull që unë të marr përsipër të bëj analizë një regjisori tjetër. Sot është Lir Muhametaj që ne flasim, dje ka qenë Altini, midis tyre nuk e di, më duket kanë qenë dhe të tjerë, se nuk është se kam ndjekur historikun, domethënë shumë. Po është e gabuar që unë të bëj analizë të punës tyre. Nuk kuptoj, përgjigjja jote është shumë diplomatike? Jo, nuk është diplomatike, unë e mora përgjigjen. Etike. Jo, është etike. Mendoj që edhe Gentit nuk do i pëlqente të dëgjonte dikë të bënte kritikë. Një regjisor tjetër për shembull të thoshte, mua unë me Altinin për shembull kam punuar, lidhja ime me Bashën është shumë më e hershme se sa Portokallia. Domethënë unë kam punuar që student, kam punuar asistent në shfaqjet që Altini binte në atë kohë, se Altini ka qenë pedagog, i ka qenë te aktrimi, po kur vende puna kam marrë në disa shfaqje kur unë isha i ri. Pa diçka ndoshta, tha ky djali pas ka aftësi, kështu se nuk u njihshim. Dhe kam punuar asistent, po jo asistent në sensin e angarive. Kam punuar realisht si asistent regjie. Altini më jepte të punoja skena me aktorët e vet. Kur ishim student. Qartë. Dhe si thosh, marrëdhënia ka qenë gjithmonë shumë profesionale midis meje dhe ti. Domethënë se kam dëgjuar shpesh që pse ikën nga Portokallia të ndoqja, jo, mund të ketë pas aktorë të tjerë që kanë pas problematika të tyre personale. Po personalisht me mua për shembull nuk është se kemi pasur ndonjëherë, unë s'kam pas ndonjëherë konflikt. Pse ikën nga Portokallia? Ne kemi pas diskutime, po debate pune, si të gjithë, po ngeleshin gjithmonë te puna. Çfarë ta vazhdoj pak? Jo, okay. Pse ikën nga Portokallia që ta sqarojmë? Unë ika nga Portokallia sepse mora regjinë në apartamentit 2XL. Domethënë erdhi oferta, a do të vish të bësh regjinë e 2XL-s? Oferta ishte e mirë, tek e fundit unë jam një regjisor. Bëm ato tratativat me topin që më ofroni ju gjë më shumë nga ana regjizoriale që unë të rri në top, apo jo, siç bëhen zakonisht tratativat, dhe unë shkova dhe bëra regjinë e 2XL-s për 2 vjet edhe të sketch show-t. Sketch show-t bënje që ishte po prapë një tat trup, domethënë. Që s'ka të bëj me konflikte. Jo, nuk ka të bëj absolutisht, jo, përkundra. Sigurisht tash që në atë moment për shembull Altini mund të jetë mërzit pak se është normal, edhe unë do mërzitesh apo të mikte një aktor nga trupa dhe të shkonte të bënte gjë tjetër, po ai e gjithmonë e ka kuptuar që unë në thelb unë jam regjisor. Domethënë aktrimi ka qenë edhe në Portokalli. Në fillim ka qenë për të qenë prap asistenti i tij. Pastaj duke qenë se Altini më kishte parë mua në lojë dhe më kisha luajtur edhe një nga shfaqjet e diplomës, më mend të kursit që ishte një vit përpara. Andrejna de Vere që kishte vënë atë kohë, ka qenë kursi i Olta Dakut, i Lul Zeqes, Siran Kakeli, Marini, Gent Zenela, Ivin Vejleri, domethënë ishte se ndoshta Elona Paj, ka qenë, domethënë ishte një grup, ishte goxha Eglaceno, ka qenë. Domethënë ka qenë një brez i mirë. Ka qenë një brez goxha i mirë, një kurs goxha kompakt në shfaqje dhe aty kam luajtur edhe unë dhe një shok i kursit tim, Ton Papuçiu, që është regjisor edhe ai. Toni madje ka qenë regjisor televiziv i Portokallis për një periudhë të gjatë. Dhe kjo ka qenë pak a shumë, domethënë që mund të isha asistent prapë aty, pastaj më thotë, "Ok, po pse nuk luan?" Ta mendo diçka dhe ashtu lindi pastaj grupi i famshëm Dëshbëlç, që u bëra bashkë me Gentin, morëm dhe Ermalin. Domethënë u bë ajo që pastaj dihet historiku, domethënë se kot me net e drejtë. Kush është babai, kush është tash të gjithë e dinë babain, po duan le ta shnojnë në CV, po duan ta shnojnë. Kush ka shuar më shumë pjesa nga këto grupet që keni bërë aty sketchet, Dëshbëlçat apo atentatet? Kot për kuriozitetin tim kam këtë. Nga komoditeti i punës, atentatet sigurisht është më i thjeshtë, sepse ti je me një partner dhe me Florin në këtë rast dhe është eksperienca ka ardhur në rritje, pra ti je bërë më profesional, je bërë më i qetë, më kështu.
Ndërkohë që në fillesat me treshen janë 3 veta, janë 3 mendje. Duhen koordinuar, duhen bërë, do të thënë tek tuk dikujt mund të ngeli adri në moment, ku e di unë, ndodhin nga këto, siç ndodhin në rëndom, domethënë. Dhe pastaj unë pata edhe periudhën që unë atë periudhë kam ikur për herë të parë në Kanada, sepse duhet shkoja për shkak të dokumentave. Po që nga ana e komoditetit të punës është kjo. Pastaj sigurisht që Tesh Bolsha ka qenë një eksperiencë tjetër, eksperjenca e shpërtimit të fillimit. Tek atentatet me Florin pastaj ishte ana më profesionale dhe edhe ndërkohë dhe ty janë qartësuar gjërat, po themi nëse dikur përdoreshin e zë mitet apo figurat e heronjve për të shprehur ngjarje bashkohore të aktualitetit të asaj kohe. Tek atentatet ndodhte njëjta gjë, po ndodhte në mënyrë çik më edhe më profesionale dhe më e përmbledhur. Edhe jo me mitet, po me filmat shqiptar, po themi. Pastaj mos ta harrojmë një gjë që në kohën që unë kam qenë Tesh Bolshat ishin të ndara, po themi parcelat në spektakël, domethënë kishte monologist, kishte vetëm një dyshe dhe vetëm një treshe. Domethënë që dyshja ishte Nini dhe Vini, po. Ndërsa treshja ishim neve dhe nuk para u përzienin akoma, pastaj lindi si nevojë edhe për shkak të kohës së gjatë të spektaklit, lindi si nevojë, filluan duke alternuar aktorët me njëri tjetrin, duke krijuar numra edhe më masiv. Tani, kujton ndonjë batut që mund ta themi edhe këtu? Më tepër mua mi kujtojnë batutat, ndonjëherë çuditem se ka dhe personazhe që nuk i mbaj mend me të drejtë. Duket kështu si klishe, po janë shumë vite aty që janë. Pak më kujtohet, kam një memorie shumë. Po, atë kam, domethënë me atentatet dhe me gjyshin kam mbyllur me atë portokallinë. Atë e kishe me Ervina Kotolloshën, po. Po, do kisha qejf ta rikthenim për një moment, nuk e di. Unë e kam shumë bezdikur, më thonë ma bëjnë, po, e kam vënë që shumë kolegë të mi të bëjnë dhe domethënë nuk ka asnjë gjë të keqe, po unë e kam kështu, e di sa distant jam unë me rolet. Domethënë kam një lloj mekanizmi aktorial pak shumë të ndryshëm nga një pjesë e madhe e aktorësh. Pra ti pasi mbaron performancën nuk e lidh më imazhin tënd me atë. Ku është? E ke parasysh? Ku e ke mbyll? Po këta mi tashin në YouTube janë kujdion, po bo lek televizionin akoma nga YouTube. Po, të vjeni natë. Jo, nuk më vjen i natë, më i natë absolutisht jo, se nuk e shpenzoj dot kohën me i natë më. Jam s'kam, nëse dikur mund vinte i natë për një gjë sot, them nuk e vras mendjen shumë. Më duket e pa drejt, po. Sigurisht që është e pa drejtë, domethënë kjo pjesë, sepse është tek e fundit është dirsa jote dhe forma se si janë krijuar disa kontrata në atë kohë. Është material autorial fundit. Domethënë është si thosh duhet njihen drejtat e autorit ashtu siç duhet dhe nuk besoj që të cënohet jo thjesht topi në këtë rast, po asnjë televizion nuk cënohet nëse i jep hakun. Po themi atyre të cilët kanë kontribuar për ngritjen e atij televizioni. Absolutisht. Sepse ne futemi tek kasta që e bëri atë televizion pa sa që na bëri edhe ai neve. Se kur thon për shkakun të bëri televizioni, jo, televizioni nuk të bën. Televizioni të bën pa sa që bën ti, se në momentin që ti s'di të bësh televizion, ti hikën nga televizioni. Nuk është se thot njëri rri aty. Kanë ikur shumë aktorë, siç kanë ardhur, kanë ikur nga Portokallia në atë kohë, apo qoftë nga apartamenti më mbrapa, sepse është të selekton tregun, nëse ti nuk bën për të qeshur në një spektakël komik. Atëherë shko dhe jep lajmet apo bëj një emision të një natyre pak më serioze apo bëj diçka tjetër, nëse se ndoshta ke një aftësi tjetër. Është vërtet. Se s'po them që e kanë qenë pa aftë, është gabim e thënë pa aftë.